Përshëndetje, mirë se vini në episodin e radhës të rubrikës Mua me quajnë qartësi. Sot do të flasim pikërisht për ato që na interesojnë më së tepërmi dhe janë reklamat online, sekretit e dizajnit për reklamat online. Si të krijoni një dizajn ashtu siç duhet për të patur pritshmëritë që ju kërkoni në promovimin e produkteve ose shërbimeve tuaja online. Kur flasim për reklamat online, do të ndalemi pikërisht në postimet e sponsorizuara për në rrjetet sociale, ose në banerat, nëse i keni dëgjuar, që i përdorim për në Facebook. Në këtë mënyrë, këto janë reklamat që përdoren në rrjetet të ndryshme sociale për të promovuar produktet ose shërbimet tuaja që ofroni tek audienca juaj. Ndryshe nga postimet e tjera, postimet e zakonshme, përveç se janë postime me pagesë, është sepse duhet që të tërhiqni menjëherë në mënyrë të menjëhershme vëmendjen e audiencës suaj, sepse audienca juaj nuk do qëndrojë shumë gjatë tek kjo reklam, tek ky postim me pagesë që ju keni bërë. Ajo do qëndrojë aty, po aq sa ka qëndruar në të gjitha postimet tuaja në rrjetet sociale, postimet e mëparshme që keni bërë. Fillojmë hap pas hapi, që nga roli i dizajnit tek këshillat, tek gabimet dhe tek ajo mënyra e duhur se si ju duhet ta krijoni një reklam online. Dhe duke përdorur gjithmonë Canva si një platformë dizajni për të bërë kërkimet e duhura me anë të fjalëve kyçe të posaçme që të arrini tek rezultati që dëshironi. Fillojmë me rolin e dizajnit në këtë marketing, që është marketing digital. Reklamat online do të përdorim gjatë gjithë këtij episodi termin reklama online që janë të gjitha postimet e sponsorizuara në mënyrë që këto postime shkojnë tek audienca juaj, tërheqin vëmendje dhe do me thënë këto janë postime kundrejt një pagese të caktuar që ju bëni dhe të vëmendje që e kanë marrë e konvertojnë tek ju të audiencë në klient. Të përdorim për reklamat. Reklamat online funksionojnë në një mjedis që është shumë i migarkuar. Po si është kjo migarkesa? Vetëm se ka shumë postime, vetëm se ka shumë reklama? Jo, është një migarkesë vizuale. Jo vetëm që ka një sasi të madhe reklamash që qarkullojnë, por janë edhe shumë të mbigarkuara. Janë të migarkuara në të gjitha elementët përbërës të një reklame, të një postimi. Prandaj, duhet të jeni shumë të saktë në krijimin e një reklame, në mënyrë që të merrni feedbackun e duhur. Ku është çelësi në krijimin e një reklame, është që përderisa kjo reklama është një postim me pagesë, sugjerimi i parë kur ju jeni fillestar në procesin e dizenjimit, duhet t'ja kaloni një profesionisti. Nuk keni pse bëni një reklam paguar, do të thënë një postim të paguar, një reklam online, kur jeni fillestar, kërkoni ndihmën dhe një profesionisti që a bëj reklamën e parë, ndërkohë ju vazhdoni procesin e eksplorimit dhe të mësimit. Është një shprehje, mëso dorën. Kur je fillestar, ti mëso dorën për krijimin e këtyre reklamave online, por këtë pjesë, këshilla ime është që t'ja lësh pikërisht atij që është profesionist në pjesën e krijimit të reklamave online, të asaj që quhet advertising. Reklamat online që po funksionojnë në këtë ambient, në këtë mjedis që është i mbingarkuar vizualisht, që të dallojnë në të, duhet të tërheqin vëmendje e parë. E dyta, duhet të komunikohet mesazhi se ju do thoni prapë të ky mesazhi, po të gjitha postimet bëhen që të arrihet mesazhi i biznesit tuaj të shkojë të depërtoj, të kuptohet dhe të ngulitet në mendjen e audiencës suaj në mënyrë që ajo audiencë, ai person që e ka lexuar, e ka dëgjuar, e ka parë të postim të paguar apo jo, të sponsorizuar apo jo,
Këtë postim të vijë dhe të kthehet te faqja juaj, te dyqani juaj online ose online fizik, po t'i keni në të dyja në formatet, mund të keni edhe një dyqan fizik dhe të jeni edhe në çdo rrjet social, të keni një website tuaj, kudo qoftë online. Atëherë ai të vijë të kthehet tek ju dhe të jetë një blerës, të blej produktin ose shërbimin tuaj. Por si duhet të bëhet reklama në mënyrë që të arrihet të bëhet ky konvertimi i audiencës në klient, atëherë duhet nga pikpamja vizuale të i përdoret ai element, ajo fjalë kyçe, ai lloj teksti, ai lloj fonti, lloj shkrimi që mesazhi të komunikohet shpejt, direkt, sapo ta lexoj audienca juaj. Dhe duhet të frymëzohet thirrja për veprim. I bën një thirrje për veprim dhe audienca jote vepron. Pra, ti duhet ta frymëzosh audiencën me atë atij elementi që ty të ka frymëzuar ndoshta diku tjetër për të bler diçka. Përdore atë element, studio veten tënde. Që të jesh një dizenjues i mirë, nuk duhet vetëm të dish të gjitha sekretet e dizajnit, por ti të studiosh veten tënde, ta shikosh nga pikpamja tjetër ti audiencë, vetja jote audiencë. Çfarë të tërheq ty? Audienca je dhe ti për dikë tjetër. Çfarë të tërheq ty tek reklamat që bën dikush tjetër? Përdore atë element në reklamat e tua. Mos kopjo. Konvertoje sipas mesazhit që ti do të transmetosh. Prandaj, kjo reklama jote online duhet të frymëzoj veprim. Në qoftë se thirrja për veprim e jotja tek audienca është bli tani, bëje në atë mënyrë, me atë element, përdor atë lloj grafike, duke klikuar me fjalët kyçe të veçanta në Canva dhe kërko atë lloj grafike, atë lloj elementi që ty të ka frymëzuar dhe përshtate me mesazhin tënd. Thirrje për veprim, duke bërë sa më interesante që të ndalet dhe të klikoj tek linku që ti ke vendosur te kjo reklam, të hyj te kursi jot, të hyj te produkti yt dhe ta blej atë, të hyj dhe ta vendosi tek shporta e tij, bëje sa më interesante. Dizajni nuk është thjesht një vizatim, nuk është thjesht një grumbull elementesh, nuk është thjesht një vendosje e një imazhi dhe një shkrimi përsipër, i mbi vendosur. Jo. Dizajni është ura. Ura mes produktit dhe përdoruesit të këtij produkti, mes shërbimit dhe personit që do ta marrë dhe do ta vëjë në funksion këtë shërbim. Përdoruesi, blerësi, audienca jote që do kthehet në blerës, është pikërisht ai që vendos të klikoj apo të kaloj në tutje. Por si do vendosi ky person që të klikoj apo të kaloj në tutje? Nëpërmjet dizajnit. Pra, të gjithë funksionin mes produktit, shërbimit apo blerësit, audiencës tënde që konvertohet në blerës, e bën të gjithë këtë funksion e arrin ta realizoj vetëm dizajni që ti ke krijuar. Pikërisht kjo reklama online. Por cilat janë elementet kyç që arrihet dhe krijohet një reklam efektive? Se ka reklama jo efektive? Po, siç ka dhe postime jo efektive. A ka postime jo efektive? Apo ka postime që si ka ardhur koha? Në qoftë se ti nuk e arritur të krijosh dizajnin dhe ta tregosh mesazhin me dizajnin e duhur, me dizajnin që audienca jote e kupton, arrin ta zbërthej dhe të kuptoj të gjithë thelbin e kësaj reklame, të këtij dizajni. Në qoftë se nuk e arritur ta bësh këtë, ndoshta nuk është vetëm faji yt,
Por këti produkti ose shërbimi nuk i ka ardhur koha sepse akoma nuk e bërë ndërgjegjësimin e audiencës tënde. Por në qoftë se e ke bërë të tëra etapat, të gjitha etapat të ndërgjegjësimit, audienca e nje dhe diku tjetër ajo po blen nga produkti apo shërbimi yt, atëherë problemi është krijimi i kësaj reklame. Nuk e ke bërë në mënyrën e duhur dhe nuk i ke zbatuar të gjitha këshillat dhe nuk e përdorur elementët kyç të një reklame efektive. E para, për një reklamë efektive është qartësia në mesazh. Dhe njëherë do thuash, por si do të arrijmë këtë qartësi në mesazh? Sepse ti ndoshta nuk je duke folur vetë, se po flasim për një reklam online, dhe reklamat online është një banner në formatin e tij eksakt. Do me thënë, është një dizajn që shkarkohet dhe ngarkohet në rrjetet sociale si një imazh. Mund të jetë një reel, që mund të jetë një video thjesht me element dhe nuk je ti duke folur, por është një tekst që po flet. Mund të jetë dhe thjesht një postim në formatin karusel. Atëherë prap nuk je ti duke folur, kështu që kush po flet? Po flet një titull. Po, duhet jetë një titull i fortë. Kur themi një titull i fortë, kjo nuk matet vetëm nga si mund të themi, titulli i fortë e kemi në dy aspekte. Titulli i fortë quhet edhe një titull i theksuar në ngjyrë, me ngjyra të errta dhe me bold, që është theksimi i trashësisë së ngjyrës. Por kemi titull të fortë që është ai grepi që ty ta tërheq direkt vëmendjen. Me thënë, audienca jote tërhiqet që në momentin që ndeshet me këtë titull. Ky quhet titull i fortë. Titull i fortë vizualisht dhe titull i fortë në përmbajtje. Pra, titulli duhet të dallojë nga pjesa tjetër e tekstit. Titulli duhet jetë i madh, duhet jetë tërheqës kur e lexon në thelb në mesazh dhe me ngjyrë të theksuar. Titulli nuk duhet jetë me italik, titulli duhet jetë vetëm me bold. I drejt, i thjesht, i theksuar në ngjyrë, me ngjyra sa më të errta. Kjo gjithmonë në varësi të sfondit që ke vendosur, që ke si identitet brendi, nuk mund të vendosësh ngjyrë të errët kur sfondi që ke përdorur është me ngjyrë të errët. Do vendosësh një ngjyrë të theksuar, të hapur, ngjyrë të bardhë. Direkt bë kontrastin, tërhiq vëmendjen. Tekst minimal. Kush quhet tekst minimal? E kemi fjalën jo për përmbajtjen e ti. Përmbajtja duhet jetë sa më e thjeshtë dhe e kapshme, e kuptueshme për zbërthimin e mesazhit nga çdo person që është aty, që ndodhet aty, që e lexon. Dhe këtu ndalemi pak te audienca që ti kërkon të tërheqësh. Tek vlerësi që ti do, në qoftë se ti je për masën, do me thënë kërkon të tërheqësh një lloj vlerësi që ekziston në masë, herë përpiqu me fjalë sa më të thjeshta. Në qoftë se ti kërkon të jesh të tërheqësh një kategori të caktuar vlerësit, atëherë foli në gjuhën që ata. Kjo është tjetër gjë, po flasim për pjesën vizuale, dizajn. Në dizajn teksti duhet jetë minimal. Çfarë ne kuptojmë me minimal? Ne kuptojmë një tekst që të ketë një lloj shkrimi të thjesht, sa më të thjesht, të jetë në madhësi më i vogël nga shkrimi që do ketë titulli dhe pa shumë forma. Me thënë pa shumë lakime, nuk ka pse të jetë një lloj shkrimi që të jetë shkrim dore, sepse jo të gjithë e lexojnë, duhet të jetë një shkrim i kuptueshëm. Jo të gjithë kanë një nivel shikueshmërie shumë të lartë, të qartë. Pra duhet të jetë për të gjithë personat i mundshëm për tu deshifruar. Duhet të lexohet qartë. Ky është teksti minimal. Dhe informacionet që janë të panevojshme ose jo të panevojshme, por informacione që ti mund t'i kesh thënë
edhe në postimet e tjera. Nuk e pse i vendos në këtë postim reklam. Në këtë post që ti ke bërë me pagesë, që është reklama online, do vendosësh vetëm informacionet goditëse. Thiri për veprim, çoj aty ku ti dëshiron, çoj tek blerja, drejtoj të klikojnë në mënyrë që të marrin shërbimin tënd. Mos e ler audiencën pezull duke ja mbushur kokën me gjëra të panevojshme. Ky ishte vetëm elementi i parë. Elementi i parë, siç e kemi dhe rubrikën tonë, është qartësia. Qartësia në mesazh nga pikpamja vizuale. Tani, prap jemi në qartësi, por në një vizualitet që ti e tërheq direkt dhe ndal syrin e audiencës tënde. Kush janë këto pika të cilat e bëjnë audiencën tënde të shikoj dhe mos t'i bëj scroll, por të qëndroj aty duke lexuar reklamën tënde, duke e parë reklamën tënde në formën e një video dhe më pas duke klikuar aty ku ti ja tregon rrugën për të bler produktin ose shërbimin tënd. Janë imazhet që janë të veçanta, janë të shndritshme, normalisht në një vend, po marrim dy ambiente. Kemi një ambient që është me drita dhe kemi një ambient që ndoshta është pak i errët. Ku do futesh? Ku do shkoj syri jo të ndalet më shumë? Tek ambienti që është me shumë drita. Prandaj, dhe këtu duhet që imazhet të jenë të shndritshme. Duhet të jenë të veçanta, unike, sa më të veçanta që nuk i kanë parë diku tjetër dhe janë ilustrime të guximshme. Çfarë kemi thënë më përpara? Ne kemi thënë që përdorni stilin minimalist. Minimalizmi gjithmonë funksionon. Por këtu jemi në reklam, nuk do ta përsërisim gjithmonë, do ta bëjmë një herë në kaq. Atëherë kjo reklama do jetë një postim që do jetë i veçantë, ndryshe nga postimet e tjera. Këtu do guxojmë, ju do guxoni dhe në mënyrë që të fitoni në fund. Atëherë imazhe të guximshme, ilustrime që të jenë ndryshe nga të tjerat. Ngjyra që të kenë kontrast dhe që të dallohen menjëherë në feedin tuaj. Po flasim për në Instagram për shembull, duhet të jenë direkt, të dallojnë. Ato duhet të dallojnë nga të tjerat. Ato që janë postime që do jenë të sponsorizuara, postime reklam, atëherë duhet të jenë ndryshe nga postimet e tjera. Po duhet të dallojnë dhe normalisht duhet të qëndrojnë në profilin tuaj, që të dallohen direkt për sa kohë ju e keni të vlefshme aktive atë reklam. Dhe kur përdorim video, që do jetë një reklam në formatin e një videoje, duhet që të ketë një ose videoja të ketë një animacion të lehtë, që të mos e lodhi ose mos të shkëputi vëmendjen dhe fokusin e audiencës tënde. Pra, jo në reklam, një video që të ketë animacione të ndryshme, për animacionet kemi folur në episodin e kaluar dhe i kemi ndarë në kategori kur do përdoret njëra për çfarë duhet përdoret tjetra, animacioni shpejt dhe ngadalt dhe animacionet e ndryshme në kategori të ndryshme. Por në këtë rast, në pjesën e reklamës, duhet që të jetë një animacion i lehtë dhe animacion vetëm kur ka kuptim. Keni kujdes me reklamat që përdorni në formatin video. Pika e tretë, dhe shumë e rëndësishme, e cila është përmendur në episodet e tjera, është hierarkia vizuale. Nëse i keni ndjekur me radhë të gjitha episodet, do keni shumë të qartë atë për çfarë do flasim tani. Titulli duhet jetë më i madh. Oferta, që ndryshe është përfitimi që audienca jote do marr nga ky produkt ose ky shërbim që ti po më ofron me anë të kësaj reklame, duhet të jetë vizualisht i theksuar. Titulli mua do më tërheqë vëmendjen. Pastaj, çfarë do bëjmë? Pak më të vogël më poshtë, ti në reklam do më shkruash ofertën
përfitimin që u të marrë nga produkti ose shërbimi jot, por duhet të jetë prapë në bold, i theksuar, me një lloj shkrimi brenda të njëjtës kategori shkrimi, por medium, në qoftë se ai është bold i errët, ky do jetë pak më i lehtë, por jo i lehtë fare që unë mund ta anashkaloj. Jo i lehtë sa emri i faqes tënde, për shembull. Jo i lehtë sa kalo tek faqja tjetër. Pak më i lehtë se titulli, por prap do të jetë me bold i theksuar dhe i drejtë, standard. Duhet ta lexoj mirë ofertën që ti po më jep, që do vi dhe nga audiencë të konvertohem në një blerës tek ty me anë të kësaj reklame. Dhe ajo që ka shumë rëndësi, nëse i ke bërë të gjitha këto, por më ke lënë pa thirrje për veprim, me shumë mundësi unë do iki përsëri nga reklama jote. Prandaj, mos harro të më vendosësh të dallueshëm butonin call to action, thirrje për veprim. Në çfarë forme do më vendosësh këtë që të më kthesh nga audiencë në blerës? Më konverto me anë të një butoni që thot bli tani. Më konverto me anë të një elementi që thot shiko më shumë, dhe unë do klikoj dhe do shikoj më shumë. Më konverto me anë të një elementi provo falas. Ej, ne jemi të gjithë një lloj. Na pëlqen të shikojmë diçka falas para se të blejmë. Na pëlqen të lexojmë diçka falas para se të blejmë. Na pëlqen që të marrim një dhuratë para se të shkojmë, të shpenzojmë, të investojmë. Diçka që na duhet shumë. Prandaj na jep diçka falas, na lër mundësinë që të provojmë diçka falas, të shikojmë diçka më shumë, por na e trego të dallueshme, na jep një buton, na jep një grafik, na jep një fjalë, na jep një diçka që mund të jetë në forma të ndryshme, ndoshta një foto të cilën e ke marrë nga Canva dhe i ke hequr backgroundin tek background remover dhe na e ke vendosur aty në një kënd që ne mund ta shohim dhe të shkojmë aty ku ti dëshiron të na çosh. Pra, kjo ishte pikërisht hierarkia vizuale. Hierarkia vizuale, mos haro, titull, ofertë dhe call to action. Na thirr për veprim. Në qoftë se bën dy të para dhe harron të fundit, e sigur që mund të kaloj në postimin tjetër, në reklamën e dikujt tjetër dhe mund të blej atje. Mos harro të më thrasësh për veprim që të më konvertosh në blerësin tënd. Mund të mbetem gjithmonë një audiencë. Dhe pika e katërt, por jo, më pak e rëndësishme, tek elementët kyç për të krijuar një reklam efektive, është konsistenca në branding. E di çfarë ndodh? Ti krijon një postim që është me pagesë dhe quhet reklam dhe çfarë bën? Del nga brendi. Mos më dil nga brendi yt, sepse unë aty jam për ty, jam për brendin tënd. Ngjyrat, logot, fonti, lloji shkrimit pra. Duhet të përputhen të gjitha me ngjyrat dhe identitetin vizual që ti ke. Identiteti yt vizual më tregon mua mesazhin serioz që ti ke dhe do ta transmetosh tek unë. Reklama, pavarësisht se ti do guxosh duke përdorur siç tham imazhe të ndryshme unike që të më tërheqësh vëmendjen, nuk do të thotë që ti të dalësh nga e gjithë ajo që ke krijuar dhe quhet identitet vizual. Mos e sakrifiko. Kjo është këshill. Mos e sakrifiko brandin tënd, identitetin e brandit tënd për një kreativitet momental, për një ndjesi që të ka ardhur në moment. Ndjesitë e momentit ndajin në postimet që i ke bërë me dhjetra dhe e ke mundësinë për t'i vendosur në të gjitha rrjetet e tua sociale. E ke këtë mundësi. Një ndjesi momenti shpërndaje në story. Dhe nuk ka asnjë problem. Por jo te reklama që ti kërkon të konvertosh audiencën në blerës. Në reklam
qëndro shumë besnik identitetit vizual ti ke zgjedhur të kesh, të përfaqësohesh. Me pjesën tjetër, që do vazhdojmë tani, do jenë pikërisht gabimet më të zakonshme që ju bëni dhe duhet i shmangni, të gjithë kemi bërë, derisa kemi bërë një rrugë tjetër në fakt. Rruga ime ka qenë provo, eksploro, provo dhe gapo dhe përmirëso. Tani ti mos i bëj të gjitha këto hapa me radhë. Eksploro, mang disa gabime që unë do t'i them dhe fillo dhe krijo. Gabime më të zakonshme që bëhen është ngarkimi i reklamës me shumë element. Kemi thënë që hapësira boshe nuk është gjë e keqe. Vendosja e shumë elementeve në reklam nuk do tërheqi syrin e audiencës tënde, më shumë se sa një reklam që ka vetëm 2 element, por i ka shumë të rëndësishëm dhe të vendosur aty ku duhet. Një reklam ku është zbatuar rregulli i së tretës, të cilin këtë rregull e gjeni në episodet e tjera të mëparshme, nuk do jetë më pak efektive se sa një reklam që i ka të gjithë elementët dhe të vendosur këtu. Jo, reklama që do të shtoj do jetë kjo reklama e dytë që ka një mingarkesë elementësh. Prandaj mos e mingarko reklamën me shumë element. Gabimi i dytë është përdorimi i fonteve të vështirë për të lexuar. Çfarë janë fontet? Janë pikërisht llojet e ndryshme të shkrimit që Canva i ofron. Keni lloje pa limit. Keni lloje shkrimi shumë të bukur, por ata bëhen të bukur kur diku i përdor. Një lloj shkrimi i bukur quhet shkrimi i dorës. Por shkrimi i dorës nuk është për gjitha postimet. Shkrimi i dorës ndoshta nuk është fare për postime. Shkrimi i dorës është për produkte digjitale që përdoren për shembull për raste ditëlindjesh, që janë ftesat, janë kartolinat, për rastet e dasmave që janë librat e kujtimeve, janë ftesat e dasmave, janë mbishkrimet që bëhen te konfetat. Prandaj keni kujdes. Jo çdo lloj fonti do përdoret në çdo lloj postimi. Jo çdo lloj fonti do përdoret në çdo lloj produkti digital. Për reklamat online duhet jenë fonte të lehtë, pra gabimi ishte që mos përdor fonte të vështirë për të lexuar. Atëherë do përdorni fonte që janë standarde, të drejta, që të japin mundësinë edhe për pjesën e përdorimit të opsionit italik dhe bold, të jenë shkrime të thjeshta që ti lexoni dhe audienca juaj ta marrë mesazhin në mënyrën sa më të lehtë, të klikoj dhe të kuptoj se çfarë do blej. Ta kuptoj thjesht, mos të iki nga reklama juaj sepse nuk lexon dot shkrimin. Tjetra është ajo që më lart e thash në mënyrë kategorike, mos e harroni, është mos vendosja e call to action, thirrja për veprim, është shumë e rëndësishme, por ju krijoni një reklam shumë të bukur vizualisht dhe harroni të vendosni thirrjen për veprim. Nëse nuk më thua bli tani, nuk blej, iki. Injorimi i optimizimit për hapjen në celular. Do ndalem këtu sepse krijoni banera shumë të bukur për në Facebook, krijoni një dizajn të arrir, por nuk e optimizoni, domethënë nuk e bëni të mundshëm që të lexohet edhe në celular, në telefonin tuaj. Por shumica e njerëzve që ju i keni audiencë i hapin nga telefoni dhe jo nga kompjuteri. Prandaj, kur punoni në Canva, bëni preview, shikojeni një herë materialin që po përgatisni, reklamën që po përgatisni dhe klikojeni që ta shikoni në desktop, ta shikoni dhe në telefon. Si është në versionin në telefon? A mund të lexohet? A i ka të gjitha elementet të vendosur ashtu si duhet që audienca juaj të arrit ta kuptojë dhe ta marrë mesazhin dhe të klikojë aty ku ju dëshironi në mënyrë që të blejnë produktin ose shërbimin tuaj. Pra, mos e injoroni
të pjesë që duket si e parëndësishme, bëjni preview çdo materiali para se ta downloadoni, ta shkarkoni dhe ta ngarkoni në rrjetin tuaj social. Dhe ta shpërndani atë. Ngjyrat që zhduken. A keni parë ngjyrat që zhduken kur hidhen në platformë? Ngjyra është shumë e rëndësishme kur ju krijoni një reklam. Në fakt, ajo është e rëndësishme kur ju krijoni çdo lloj postimi për në rrjetet sociale, por bëhet shumë herë më e rëndësishme për pjesën e reklamës, sepse reklama duhet të arrijë të bëj këtë konvertim. Audiencë konvertohet në blerës. Prandaj jo ngjyrat që zhduken. Shikojini me kujdes në një platformë, në çfarë ngjyre është platforma. Si janë postimet e tjera, nuk duhet që të përdorni ngjyra që nuk kanë kontrast. Qofse jenë në sfond që janë me ngjyra të zbehta, të përdorësh direkt një element ose një tekst që të ketë ngjyrën e zezë, ngjyrën e errët, bëje kontrastin, mos lini ngjyra që të zhduken dhe ose për shembull call to action ta vendosni në ngjyrën e bardhë dhe një ngjyrë roz. Call to action të ketë një ngjyrë roz të zbehtë, roz pastel. Atëherë kjo do humbi dhe unë nuk do klikoj, unë audienca jote nuk do klikoj sepse do më humbi, nuk do ta ketë fokusin. Fokusi im nuk do jetë te call to action që do e kesh vendosur në një kënd aty në fund, në këndin e djathtë të dizajnit të, unë nuk do ta shoh fare. Dhe do iki. Prandaj, ngjyrat që zhduken nuk duhet ketë në reklamën tuaj. Dhe tani do kalojmë, pasi themi gabimet, duhet i përmirësojmë këto gabime. Por që të përmirësohen, ka disa sekrete. Sekretet që bëjnë diferencën. Këto sekretet që bëjnë diferencën, tashmë nuk janë sekretet e rubrika jonë, sepse ne kemi trajtuar të gjitha nga pak, por ti përmbledhim dhe në këtë mënyrë ti nuk do gabosh më. Po e ke dëgjuar të gjitha episodet tona të kësaj rubrike dhe jetë ky episod, që është episodi numër 9, atëherë nuk ka mundësi që të gabosh më sepse janë përsëritur të gjitha një nga një në pjesësat të vogla. Dhe puzzle-i sot do marrë trajtën e vet. Sekreti numër 1, sekreti numër 1 që bën diferencën në dizajne është përdorimi i hapësirës bosh. Mos e keni frikë më hapësirën bosh. Hapësira bosh e bën mesazhin të marrë frymë. A i dini që dhe mesazhi ka nevojë të marrë frymë? Sepse ndryshe po nuk mori frymë, atëherë syri im si audiencë nuk arrin dot që të përqendrohet tek pjesët kyçe që ti ke vendosur në këtë dizajn, në këtë mesazh. Përshtatja për platformë. Do më thuash që çfarë rëndësie ka kjo përshtatja për platformën? Unë e bëj një postim dhe hedh në të gjitha rrjetet sociale. Po, ti e bën edhe unë e kam bërë. Kur nuk kam kohë, e kam bërë dhe vazhdoj ta bëj, por a e di se çfarë ndodh? Ndonjëherë, unë nuk e bëj vetëm se s'kam kohë. Unë e bëj që të testoj vazhdimisht se si funksionon një postim në një platformë dhe se si ecën në platformën tjetër. Dhe ajo që kam vënë re me eksperiencën time është që nuk eci një lloj. Prandaj përshtatja me platformën ku ti po e shpërndan është shumë e rëndësishme. Marrim një banner për në Instagram story nuk është i njëjtë me një që ti do e vendosësh ndoshta në Facebook. Jo, nuk janë të njëjta. Prandaj nuk do të funksionojë një lloj. Mund të pritet, po do të pritet. Ka postime që priten. Postimet që bëhen në formatin karusel në Instagram nuk ecin një lloj në Facebook. Se Facebooku pranon më shumë postimet që janë postime teke, një imazh, dhe ti më pas në caption, në përshkrim, shkruan të gjitha dhe shpjegon me detaje në formën e tekstit, pasi ke vendosur këtë imazhin që ka një titull dhe tërheq vëmendjen, ti më pas poshtë, në Facebook është lart i vendosur, në Instagram e ke poshtë, atëherë në Facebook ti shpjegon me detaje çdo gjë që do të trajtosh në të postim.
Ky lloj postimi ecën, kurse kur janë foto të ra, ty në Facebook do të humbin tek audienca disa foto, nuk do të shohin fare, sepse nuk është ai lloj formati që funksionon. Prandaj, mendo për formatin në dimensione, qëndro strikt në dimensione. Çfarë dimensionesh ka për në Facebook? Çfarë dimensionesh ka ky formati domethënë reklama, ky postimi reklam që do bësh për në Instagram, për në LinkedIn, për TikTok, për reklam për në YouTube, varet ku je ti. Formati vertikal, horizontal, katror, drejt këndësh, ku? Si do ta gjesh ti këtë dimensionet? Do hysh në Canva dhe ke kategoritë krijuese. Tek gjithë paneli që janë kategoritë krijuese do zgjedhësh social media. Tek social media të hapen të gjitha llojet e rrjeteve sociale. E do për në Instagram. Për në çfarë formati e do? Për në Instagram karusel. Do klikosh te Instagram karusel. Dhe aty ke dimensionet që janë të përshtatshme, specifike për postime që do shpërndahen si Instagram karusel, si karusele për në Instagram. Prandaj, kujdes me përshtatshmërinë në format. Do mendosh pastaj të dytën për gjuhën e audiencës. Kujt kërkon ti flasësh? Ka audiencë do konvertosh në vlerës. Nuk mund të më flasësh mua një lloj me një person tjetër. Një person që ka një lloj të caktuar niveli, për shembull është vlerës i shtrenjtë, është vlerës i lirë, i shtrenjtë i lirë tek gjendja ekonomike, kam fjalën, ose te niveli intelektual, ose te niveli i inteligjencës emocionale, pra nuk e kemi të njëjtë. Një gjuhë që ti flet diku tjetër, nuk e kuptoj. Prandaj, a më do mua si nga të më kthesh, të më konvertosh nga audiencë në vlerës, do më flasësh duke u përshtatur ti në gjuhën time. Unë ndoshta përpiqem të të kuptoj, po nuk u përshtatet ti, nuk të kuptoj dot dhe do ikit dikush tjetër që unë ja kuptoj gjuhën. Prandaj, është dhe gjuha e audiencës. Kjo është përshtatja për platformën. Përshtatja për platformë tek gjuha e audiencës nuk është vetëm mënyra se si ti do më flasësh mua, por ishte edhe pikërisht ky formati, si është postimi se si funksionon më mirë, si ecën më mirë në njërin rrjet social dhe si ecën në tjetrin. Pra, ato që quhen reel në pjesën e Instagramit që funksionojnë më mirë dhe ecën bëhen virale, në Facebook ecën më shumë postimet për shembull, ose diku tjetër ecën një lloj formati tjetër. Por keni kujdes në mënyrën se si më drejtohesh, se si flet audiencës tënde. Ajo që përmenda më parë është testimi me dy lloj mundësish, opsioni A dhe opsioni B. Unë përmenda me testimin me të njëjtin postim në rrjete të ndryshme sociale, por kemi të postimin, dy postime të ndryshme në të njëjtin rrjet social. Çfarë duhet të nënkuptojmë me këtë? Çfarë do ndryshosh? Me të njëjtin thelb, me të njëjtin mesazh, në të njëjtin rrjet social, ti do bësh dy postime të ndryshme. Do ndryshosh. Në qoftë se po marr brendin tim, brendi im ka në paletën e ngjyrave, ka 8 ngjyra. Po marrim dy ngjyrat kryesore që unë i ndërshndroj, 3 ngjyra janë në fakt, është ngjyra e verdhë, është ngjyra roz dhe është ngjyra e ngjyrqumshti e bardhë, jo shumë e bardhë, domethënë e bardhë, por pak e shndritshme. Këto janë ngjyrat që unë përdor si sfonde. Si do bëjmë ne, do të përshtasim dy versione të ndryshme me njëjtin thelb. Mesazhi. Atëherë, me një mesazh, unë do ndryshoj sfonde, do bëj një sfond do ta lë në ngjyrë të verdhë dhe një sfond në ngjyrë të bardhë pastel.
Pastaj, do formuloj tekstin në variante të ndryshme. Të njëjtin thelb do ta bëj me dy tekste të ndryshme. Do ndryshoj rendin e fjalive, do përdor fjalë të ndryshme dhe do bëj dy formulime të reja të tekstit. Dhe ajo që më duhet dhe do bëj diferencën është call to action. Call to action do i ndroj jo vetëm pozicionet ku do t'i vendos, por do i shndroj të njëra do them bli tani, kurse të tjetra do them provo këtë falas, shikoje këtë video falas, ose shko te kanali im i YouTube-it dhe kliko këtu dhe dëgjo videon që unë kam dhënë falas ose rubrikën mua më quajnë qertësi falas. Pra, para se ti çoj, po vendos për më thënë dy shembuj para se të ti çoj të blej në kursin tim 1 vjeçar për Canva, do përdor këto. Njërin do e them bli tani këtu te ky linku pikërisht kursin tim, kurse tjetrin, versionin e dytë do i them shikoj një herë rubrikën time falas dhe këtu te rubrika i bie që të gjejnë linkun që do i çoj tek blerja e kursit për Canva, që do jetë hap pas hapi për të mësuar se si krijohen dizajnet website-i në Canva dhe se si shkruhen në mënyrë të tillë që të përdoret të krijohet dhe të përdoren të gjitha elementet për të bërë dizajne efektive me funksionin për çfarë je nisur të krijosh. Gjithmonë nuk duhet të ikësh nga funksioni. Mund të thuan brenda këtij episodi, mund të thuan shumë informacione, por për çfarë po bëhet ky episod? Për të qartësuar në krijimin e dizajnit, domethënë të krijosh dizajne në mënyrë efektive, sepse dizajne me funksione të tjera ka plot. Por ne këtu jemi të krijosh për të shitur, gjithmonë për të shitur. Ky dizajn i jot, jo vetëm që duhet të jetë i bukur, çlodhës, tërheqës, me shumë funksione, por objektivi është të krijosh për të shitur. Ti të promovosh në çdo dizajn, të promovosh të jetë aq i bukur sa njerëzit kur ta shohin ta duan ta kenë një të tillë. Dhe ta blejnë nga ty. Mund të jetë thjesht një template që do jetë shumë i bukur dhe e do ta ketë në mënyrë që ta përshtasi për ta bërë si postim në rrjetet e tij sociale. Pra, pasi ke bërë këto, kemi bërë këto dy shembuj, këto dy versione postimesh, do shikojmë, do t'i hedhim të dyja, do t'i postojmë dhe do shohim se cili performon më mirë, A apo B, versioni A apo versioni B. Testimi është shumë i rëndësishëm dhe ju këshilloj që ta bëni gjithmonë testimin. Aty do kuptoni se cila është gjuha që audienca jote e kupton dhe në këtë mënyrë do krijoni postimet efektive, do krijoni reklamat online të cilat do të shesin direkt. Provoni testimin dhe do kuptoni që i keni bërë vetes një të mirë shumë të madhe. Gjithashtu, ajo që dua të ndaj me ju, e kam thënë dhe më përpara, është teksti. Mos i mbushni postimet me shumë tekst. Mos e bëni reklamën plot me tekst. Platformat online nuk e përqafojnë shumë krijimet vizuale që kanë shumë tekst. Imazhet po të jenë ata që duhen, do të flasin vetë. Nuk ka nevojë të përdorësh shumë fjalë në të. Nëse je duke folur ti vetë, ndryshon shumë gjithçka. Ti vetë mund të flasësh se e shtjellon në mënyrën e duhur, por teksti e ngarkon në reklamën. Dhe njerëzit lodhen shumë duke lexuar. E si përfundim nuk e lexojnë. Ky është problemi më i madh. Ata nuk e lexojnë dhe ikin tek postimi tjetër. Pse Canva përdoret si një mjet për krijimin e këtyre reklamave online? Canva ka shumë avantazhe. Canva të jep template të cilat janë të dedikuara për çdo platformë, ku thamë se e gjejmë dimensionet eksakte të platformave, të postimeve, të llojeve të postimeve për çdo platformë në Canva te kategoritë krijuese. Canva të jep mundësi për të ruajtur brandin tënd, por edhe nëse qoftë se ndryshon ndoshta logon, ndoshta një ngjyrë, ndoshta diçka tjetër, atëherë ti mund ta ribrandosh
mund ta krijosh edhe mund ta rikrijosh edhe një herë brandin tënd tek BrandKit. Ka një bibliotekë të gjerë që ka template të gatshme, pra shabllon të gatshme, dhe ti mjafton të ndryshosh vetëm sfondin, llojin e shkrimit që ke vendosur dhe gjithçka tjetër e mban ashtu siç është dhe jemi shumë okay. Pra, keni krijuar, keni përshtatur një reklam, një template në formatin e një reklame që është e gatshme, por e keni përshtatur me identitetin e brandit tuaj, me brandin tuaj. Pra, përsëri jeni tek identiteti i brandit tuaj. Mos keni frikë në përshtatje. Në qoftë se i përshtatni dhe ndryshoni diçka nga ajo që ka qenë më përpara, mendimi im është që fillojeni nga templatet dhe do arrini jo vetëm që do përshtatni në mënyrë më të mirë të mundshme sipas brandit tuaj, por do keni krijuar në fund të gjithë procesit një template të ri që do jetë unik për ju. Dhe keni mundësi për animacionet. Animacionet të lehta janë pikërisht ato animacione që unë kam folur në episodin e kaluar dhe janë animacionet që ju duhen, por nuk duhen të gjitha animacionet e vendosura, por vetëm animacionet të lehta të cilat të prishin monotonin e videos, por jo që të zhvendosin fokusin. Dhe gjithashtu është mundësia për të eksportuar, për të shkarkuar në formate të optimizuara, pra formate që janë apostafat për secilin rrjet social ku ti do e shpërndash. Një këshill që unë kam është përdorimi i fjalëve kyçe. Duhet keni shumë kujdes në përdorimin e fjalëve kyçe kur kërkoni, prandaj përdorni filtrimin. Filtrimi i templateve. Kur kërkoni për gjithë juve që jeni fillestar dhe do kërkoni template të gatshme, ta filloni punën nga template të gatshme dhe nuk do kontaktoni me një profesionist tek ne ose diku tjetër për t'i dhënë detyrën, pra për t'i kërkuar ndihmë që të krijojnë një reklam të paguar për ju, sipas brandit tuaj, atëherë ndiqni këshillat që do t'ju them. Fillojeni me filtrimin në kërkim. Filtrimin në kërkim, pra filtrimin në vendosjen e fjalës kyçe. Fjalët kyçe do i vendosni sipas qëllimit. Facebook Ads. Nëse reklama që ju do përdorni do të jetë për të shpërndar në rrjetin social Facebook. Instagram Story Ads. Në qoftë se reklama juaj do të i vendoset në story në Instagram. Ose banner ku? Në LinkedIn, në Facebook, pra përdorni para llojit të postimit, vendosni rrjetin social ku ju do ta shpërndani. Dhe ajo që për mua është shumë e rëndësishme dhe e kam parësore si në trajnimin që kam dhënë falas, por dhe në trajnimet individuale ose në grup që kemi zhvilluar dhe trajnimet e më të gjata që po zhvilloj tani, siç është dhe trajnimi që ka filluar në datën 22 prill, filloi dhe është trajnimi 1 vjeçar. Baza e të gjithë programit, të gjithë programeve që kam dhënë dhe po vazhdoj të jap në trajnimet e mia fillohet tek krijimi i brandit, i identitetit të brandit. Kur ti ke të qartë krijimin e identitetit të brandit, pra kategorinë opsionin BrandKit ti e ke plotësuar që nga fillimi në fund, pra të gjitha të dritaren dialoguese e ke plotësuar sipas identitetit të brandit tënd, e ke krijuar identitetin e brandit tënd, e ke vendosur të gjitha kufizimet, e ke plotësuar kornizën, duke dhënë mesazhin e duhur të biznesit tënd, duke vendosur ngjyrat, logon dhe fontet dhe templatet e gatshme duke të plotësuara sipas identitetit të brandit tënd, atëherë ke bërë gjysmën e punës. Të gjitha postimet, të gjitha produktet digjitale që do krijosh në vazhdim do jenë të bazuara në këtë identitet brandi. Prandaj mos harro të krijosh brandin tënd tek BrandKit. Mos e harro BrandKit dhe filtrimet e kërkimit sipas
mënyrës që mësova. Vendos rrjetin social dhe pastaj vendos llojin e formatit të postimit që do krijosh. Të krijosh një reklam vizuale nuk është vetëm një pamje e bukur, është strategji, është ndjesi, është aksion dhe kjo duhet të bëhet vetëm në disa sekonda. Ti nuk ke shumë kohë për të krijuar një reklam online me minuta të tëra për t'i bindur syrin e audiencës të qëndrojë aty. Por duhet të jetë një dizajn i mirë menduar dhe që të eci hapa para, pra vetëm me 3 sekonda të tërheqi shikimin e audiencës që të qëndrojë aty. Detyrë për ty që po ndjek këtë episod dhe je deri në fund, krijo një reklam online dhe mos harro të na vendosësh dhe ne, na bë mention, na bë tag, Djallëzo Angel, që të shikojmë punën tënde dhe jemi shumë të lumtur të shohim punët tuaja në vazhdim. Faleminderit që qëndruat me ne deri tani dhe dëgjuat këtë episod që është shumë i rëndësishëm, është një puzzle, domethënë gjitha copësat e këtij puzzle që kemi dhënë deri tani u plotësuan dhe na ndiqni për më shumë qartësi në dizajn në episodin e radhës që do jetë javën tjetër në të njëjtën orë ditën e martë. Mirupafshim!